Do t'i rikthehemi edhe një herë informacionit të qytetit të Korçës të nderuar teleshikues, ku forcat e policisë dhe ato të Xhenios kanë kryer një kontroll të imtësishëm në një automjet pas dyshimeve për vendosje tritoli. Për më shumë informacione do të shkojmë në lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Daniela Nzizi në Korçë në këto momente. Të përshëndes Daniela. Atëherë, çfarë ka ndodhur? Pse dyshimet për vendosje tritoli, në pronësi të kujt është automjeti dhe pse këto dyshime? Dhe çfarë po ndodh momentalisht? Gjatë orëve të para të mëngjesit, në lagjen 18 të qytetit të Korçës, zbarkuan forca të shumta të policisë së komisariatit të Korçës dhe forca xhenjere anti-eksploziv, pasi një qytetar i Korçës, i cili krye në fakt detyrën e inspektorit të shërbimit pyjor të qarkut të Korçës, kishte njoftuar policin pasi gjatë kontrollit rutin që i bënte mjetit në gomën e pasme të tij kishte konstatuar një pako të dyshim. Pas konstatimit ai ka njoftuar policin, e cila rrethoi vendin e ngjarjes, një zonë e populluar me shumë apartamente dhe shtëpi private, duke vendosur një perimetër sigurie dhe duke mos lejuar kalimin e qytetarëve, pasi fillimisht u dyshuar që kjo pako mund të kishte lëndë eksplozive, ndërkohë nga kontrolli i detajuar dhe nga kryerja e të gjitha procedurave që kryen në këtë rast e forcat xhenjere konstatuan që pakoja e dyshim vendosur në gomën e pasme të makinës së Gëzim Pashos nuk ishte lëndë eksplozive, por ishte një pajisje gjurmuese GPS. Po ç'bënte kjo pajisje në gomën e pasme? Pra është e vendosur. Për momentin policia është duke hetuar në disa pista, le të themi që një prej pistave është ajo për shkak të detyrës, pasi pronari i mjetit është me detyrën e inspektorit të shërbimit pyjor dhe ndoshta pajisja gjurmuese ishte vënë për shkak të detyrës për të ndjekur lëvizjet e tij, por mund të jenë edhe konflikte të tjera të personave të tjerë të familjes, pasi makina, siç është thënë nga hetimet paraprake, mund të përdore edhe nga pjesëtar të tjerë të familjes. Gjithsesi, situata është duke u monitoruar dhe duke u monitoruar gjithë zona, po krijet e gjithë zona, nëse mund të gjenden nga kamera të cilat mund të jenë afërsi të zonës ku ishte parkuar mjeti dhe nga këshyrja dhe ekspertimi i pamjeve të kamerave të sigurisë mund të arrihet deri tek autorët, sepse për momentin motivi mbetet ende i pasbardhur nga policia dhe prokuroria e Korçës, e cila po heton ngjarjen, por ndërkohë edhe motivi edhe autorët për momentin mbeten ende në hetim me sipër të policisë, ndërkohë që vetë pronari i mjetit ka deklaruar në polici që ai nuk ka pasur konflikte dhe nuk është në dijeni se kush mund të jetë personi apo cili është qëllimi apo motivi që ai gjurmoi dhe ndiqej me pajisje GPS dhe ende nuk dihet prej sa kohë kjo pajisje qëndron në fakt në makinën e tij, nëse ishte vendosur gjatë natës apo mund të kishte disa ditë që ishte vendosur në mjetin e tij. E qartë. Të falenderoj atëherë Daniela për informacionet që na përcjellën në këtë lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Daniela Nzizi nga Korça, të nderuar teleshikues. Do të vijojmë me të tjera materiale të përgatitura.